punon në qetësi, punon në heshtje, punon me veten, punon brenda vetes, punon në padukshmëri të gjës. Po është lojtar. Domethënë, që unë do mendoja që ai është thjesht i padukshëm. Nuk do përgjigjesha me emrin e tij në atë pyetje. Stenaldo ka një forcë jashtëzakonshme edhe mund ta lejoje për mu të bëj loja realisht në nivele të larta. Jo, ai është super artist, është shumë djalë i mirë, se këtu ndajmë, domethënë artistën e ndajmë nga njeriu, dhe ndajmë në këtë rast nga lojtari. Dhe si lojtar, në çdo situatë, mendoj që i ka përballuar shumë mirë, dhe i ka vënë secilit vendin e vet. Dhe kur pati dhe situatën me Brikin, me ato flokët o zot. Jo, ka bërë alergji këtu. Të shoqëm të shkuq. Dhe kur pati situatën me Brikin, më shkova dhe në një moment që e gjeta vetën, i thash, nuk kam dash të ngacmoj ditë përpara, por po ta them tani që po të gjej vetëm. Unë mendoj, i thash, që është e padrejtë për ty që të rikrijoje një situatë si kjo dhe ti të përfundoje në prime me po të njëjtën gjë që kishe përfunduar një prime përpara. Duke folur për faktin që ti këtu nuk do të ndihesh i pabarabartë. Dhe për këtë i thash më vjen keq dhe më tha, e ke gjykuar shumë mirë, sepse mendoj të njëjtën gjë tha dhe faleminderit që më the. Edhe kjo mund të jetë forca e lojës atij, që ky nuk do të jetë i pabarabartë. Kjo është forca e lojës atij. Jo, por për sa kohë ka hyrë ose personit atij. Jo, për sa kohë ka hyrë këtu, patjetër që ka hyrë për të qenë i barabartë me të gjithë. Po. Se kështu jemi të gjithë me të gjithë. Po, e nënvlerësojnë. Edhe ai me karrierën më të vogël, edhe ai artisti me 30 vite karrierë në cupa. Patjetër. Edhe ti që po e nis sot, edhe unë që do e nis nesër, po që kam një gjë të vogël nga edhe ai çifti që ka thjesht 3 muaj që është në televizion. Pra, nga dita zero nisin të gjithë këtu brenda, Okej, jemi një figura të njohura nga publiku, po loja nuk varet nga i famshëm jemi jashtë. Kam kuptuar shumë mirë pikën tënde. Dhe në këtë unë kam pasur një sens shumë pozitiv, sepse bile ishte Kristi që komentoi një moment dhe tha, po ti do ta shpjegoje në atë sekond se mënyra si e the, ndoshta ishte sikur ndoshta u mendua që mund të ishte një lojë. Në atë kohë, jo. Është keq kuptuar. Dhe madje